Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një shpërthim i fuqishëm me tritol ka tronditur mesditën e kësaj të martë lagjën Doc Mazi në Shkodër, duke plagosur 38 vjeçarin Enea Busukaj, inspektori i monitorimit në terren pranë drejtorisë hetimore të tatimeve për rajonin e Veriut. Lënda plasëse ishte vendosur në automjetin e tij, i cili shpërtheu sapundes pranë banesës. Busukaj ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, ndërsa grupi hetimor po punon për identifikimin e autorëve. Një shpërthim me tritol ka tronditur lagjen Doc Mazi në Shkodër rreth orës 11:35 të së martës, duke shkaktuar panik mes banorëve. Automjeti 38 vjeçarit Enea Busukaj, inspektori i monitorimit në terren pranë drejtorisë hetimore të tatimeve për rajonin e Veriut, shpërtheu sapundes duke plagosur drejtuesin e tij. Fatmirësisht, Busukaj ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr kujdes mjekësor në spitalin e Shkodrës. Pak minuta pas shpërthimit, policia lokalizoi në fshatin Dragoc një automjet tip Volkswagen të shkrumbuar, për të cilën dyshohet se mund të ketë me sulmin ndaj inspektorit. Grupi hetimor po mbledh pamjet e kamerave të sigurisë në zonë dhe dëshmi nga banorët për të identifikuar autorët dhe mënyrën se si është kryer sulmi. Hetuesit po verifikojnë disa pista duke përfshirë atë që lidhet me detyrën që Busukaj ushtronte në drejtorinë e hetimeve tatimore, si dhe konflikte të mundshme personale. Urimet nga policia bëjnë me dije se ngjarja mund të ketë elemente të planifikimit, pasi shpërthimi u krye në një moment kur makina sapo ishte ndezur pranë banesës, duke bërë të qartë synimin për të dërguar një mesazh. Autoritetet po vijojnë punën për të identifikuar personat e përfshirë dhe për të përcaktuar nëse automjeti i djegur në Dragoc ishte përdorur si mjet ekzekutiv. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të martë në Durrës, ku Marian Kodheli, 25 vjeç, vrau me thik baban e tij pas një konflikti familjar. Autoritetet policore arrestuan autorin rreth 2 orë pas ngjarjes në një lokal të motrës së tij tek Shkëmbi i Kavajës. Marian Kodheli, 25 vjeç, i cili sapo ishte kthyer nga emigrimi, u bë protagonist i një ngjarjeje tragjike në Durrës, duke marrë jetën e babait të tij pas një konflikti brenda banesës familjare. Policia e Durrësit ndërhyri shpejt duke arrestuar Marian Kodhelin rreth 2 orë pas ngjarjes. Burimet nga uniformat blu bën me dije se i riu kishte lënë vendngjarjen dhe u kap në zonën e Shkëmbit Kavajës me ambiente të një lokali në pronësi të motrës së tij. Hetuesit po verifikojnë nëse ngjarja kishte ndonjë shkak të menjëhershëm përveç konfliktit familjar. Sipas informacioneve, Kodheli shohet të ketë probleme të shëndetit mendor, ndërkohë që të afërmit e tij prehen se nuk kishin njohuri për ndonjë problem të tillë dhe se ai nuk kishte pasur trajtim në spital për çështje mendore. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në komunitetin lokal, ndërkohë që grupi hetimor po punon intensivisht për të sqaruar rrethanat e krimit dhe motivin që çoi në këtë akt të rënd familjar. Autoritetet po shqyrtojnë të gjitha pistat, përfshirë konfliktet e mundshme brenda familjes dhe gjendjen psikologjike të autorit për të dhënë një pasqyrë të plotë të ngjarjes. Ky rast i rdhimshëm e kthen dhe një herë vëmendjen tek sfidat që mund të përballen familjet pas humbjes së problemeve të shëndetit mendor, duke nënvizuar nevojën për mbështetje dhe ndërhyrje të shpejtë nga strukturat sociale dhe shëndetësore. Një tjetër ngjarje e rëndë ka tronditur kryeqytetin, ku Filip Sheu, 41 vjeç, pas një konflikti të vazhdueshëm me kolegun e tij, ka goditur me thik kuzhinierin 34 vjeçar Ismailari, i cili humbi jetën pas plagëve të marra. Një ngjarje e rëndë ka tronditur kryeqytetin ditën e sotme, ku Filip Sheu, 41 vjeç, pas një konflikti të vazhdueshëm me kolegun e tij, ka goditur me thik kuzhinierin 34 vjeçar Ismailari, i cili humbi jetën pas plagëve të marra. Ngjarja ndodhi në një lokal pranë komunës Parisit në Tiranë, ku dy punonjës të një restoranti u përfshin një sherr që degeneroi në një tragjedi. Autoritetet bëjnë me dije se Filip Sheu, i punësuar si pizzaiol, ka goditur me thik kolegun e tij, 34 vjeçarin Ismailari, i cili fillimisht u dërgua në spital në gjendje kritike, por më pas humbi jetën për shkak të plagëve të marra. Sipas deklarimeve të autorit para policisë, shkak për aktin e dhunshëm ishte një konflikt i vazhdueshëm mes tij dhe viktimës. Sheu pretendon se nuk e kishte duruar mosjedhjen e kolegut të tij, i cili e bullizonte vazhdimisht, duke krijuar tensione të përsëritura në ambientet e punës. Sherri mes dy punonjësve ishin të shpeshta dhe banale, por sot ato arritën kulmin me një akt të dhunshëm që përfundoi tragjikisht. Policia e Tiranës ka arrestuar autorin dhe ka nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes, duke marrë në analizë në shtëpinë e punonjësve të lokalit dhe pamjet nga kamerat e sigurisë. Hetimet përfshin gjithashtu verifikimin e historikut të konflikteve mes dy të përfshirëve për të kuptuar motivin e vërtet dhe për të përcaktuar masat ligjore që do të ndiqen ndaj autorit.
Eci me të tjera informacione, kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar ashpër ndaj procesit gjyqësor që po zhvillohet në Hagë ndaj shkrerëve të ushtrisë lërimtare të Kosovës. Në një postim në rrjetet sociale, Rama ka cilësuar gjykatën e Hagës si një institucion të dalë nga shinat mbi të cilët u ngrit, duke i quajtur të padrejt faktin që ata që luftuan për liri duhet të mbrohen si të akuzuar. Ai ka theksuar se lufta e UÇK-s nuk mund të barazohet me krimin, ndërsa ka dënuar ashpër qëndrimet e aty që sipas tij e trajtojnë Hashim Thaçin si armik politik edhe pas hekurave. Në një reagim të fortë publik, kryeministri Edi Rama ka marrë në mbrojtje i shkrerët e ushtrisë lërimtare të Kosovës, të cilët po përballen me drejtësinë ndërkombëtare në Hag. Ai e ka përshkruar gjykatën speciale si një institucion që ka humbur rrugën për cilën u ngrit, duke e cilësuar procesin kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit si një padrejtësi historike ndaj atyre që luftuan për ekzistencën dhe lirinë e Kosovës. A nuk është e tmerrshme ta mendosh se shpotimtarët e një kohe kur vetë ekzistenca e Kosovës ishte në teun e thikës së gjatë të padrejtësive historike ndaj shqiptarëve, duhet të paraqiten para një gjykate të dalë krejt nga shinat mbi të cilat u ngrit, për të dëshmuar se lufta për liri nuk është krim, se rebelimi ndaj një diktature nacional socialiste nuk është faj, se shteti i ri e sovran i Kosovës nuk ka dalë nga mbarku një ndërmarrje kriminale, por nga gjaku i një ushtrie çrrimtare. Kryeministri shqiptar ka vënë theksin tek përgjegjësia morale e drejtësisë ndërkombëtare, duke quajtur turp mënyrën se si po trajtohet ish udhëheqësit e Kosovës. Ai ka kritikuar ashpër edhe ata që sipas tij përdorin patriotizmin si mas për sulmuar simbolin e çlirimit të Kosovës. Çfarë turpi për drejtësi ndërkombëtare dhe mozi për shqipsharësit digjital, tifoz të verbuar prej budallakis, kinse patriotike që edhe prapa hekurave të kësaj padrejtësie ulëritëse e shohin dhe e trajtojnë Hashim Thaçin si armik politik, duke uruar që të mos dalë më kurrë prej aty, ndërkohë që kur atyre të jetë harruar nami, nishani dhe asaj gjykate, ti ketë mbetur vetëm njolla e turpit të historisë, emri i Hashimit do të mbetet gjithmonë si emri i njeriut që u bë njësh me fatin, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi ndodhen në paraburgim në Hag që prej nëntorit të vitit 2020, në pritje të përfundimit të procesit gjyqësor që sipas kryeministrit Rama ka cënuar drejtësinë dhe dinjitetin e luftës shkërimtare. Kryedemokrati Sali Berisha ka shprehur gatishmërinë për të ulur në një tërheqës dialogu me kryeministrin Edi Rama për të diskutuar ndryshime kushtetuese që parashikojnë krijimin e një senati në Republikë. Në një konferencë me gazetarët, ai deklaroi se mbështet një sistem me dy dhoma parlamentare, duke e konsideruar këtë si një model të dobishëm institucional. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka lënë të hapur mundësinë për dialog me kryeministrin Edi Rama me qëllim diskutimin e ndryshimeve kushtetuese që synojnë krijimin e një sistemi me dy dhoma në parlamentin shqiptar. Në një dalje për mediat këtë të martë, Berisha u shpreh se mbështet idenë për ngritjen e një senati, të cilën e cilësoi si një institucion që do të sillte balancën në qeverisje dhe nuk do të rëndonte buxhetin e shtetit. Tani nuk ka asgjë për prekje kushtetuta aty. Reformat janë, por në qoftë se është problemi për të përcaktuar senatin e Republikës në kushtetut, po, jam gati. S'kemi asnjë kompleks aty ne. Sepse besojmë që është një institucion i dobishëm dhe jo duke rënduar buxhetin e takspaguesve, por duke zvogëluar numrin e deputetëve. Sa i përket reformës territoriale, kreu i opozitës theksoi se nuk të pranojë asnjë propozim që çon në uljen e numrit të bashkive. Për bashkitë jo, nuk jemi për zvogëlimin e numrit. Më shumë më pak? Jo, mund të them të jenë më shumë, por ne kemi vënë një kusht që është pranuar. Kushti ynë është në Komisionin për Reformën Zgjedhore të jetë Odiri, në i pranishëm të ndihmoj, në Komisionin për Reformën Territoriale të jenë ekspertet e autoritetit e Kongresit të autoriteteve rajonale dhe lokale të Europës, pranë Këshillit të Europës. Kanë ekspertizën më të shkëlqyer, më të mirë në ndërtimin e pushtetit vendor. Në fund të fjalës së tij, Berisha nuk i kurseu akuzat ndaj kreut të SPAK-ut Altin Dumani, të cilat i quajti avokat të familjes së kryeministrit, duke përsëritur qëndrimin e tij kritik ndaj institucionit të posaçëm antikorrupsion. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk arritën dakordsi në Këshillin e Legjislacionit mbi kërkesën e opozitës për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi. Përpasoj, në seancën plenare do të paraqiten dy raporte, njëri që do të propozojë shkarkimin dhe tjetri që e kundërshton.
Kërkesa e opozitës për shkarkimin e kryetarit kuvendit Niko Peleshi ka nxjerrë në papërçarjen mes mazhorancës dhe opozitës në Këshillin e Legjislacionit. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk kanë arritur të gjejnë një qendrim të përbashkët, duke çuar në përgatitjen e dy raporteve të veçanta. Njëri që mbërshtet shkarkimin e Peleshit për shkelje të rënda kushtetuese dhe rregullore së kuvendit dhe një tjetër që e kundërshton këtë veprim. Të dyja raportet e paraqitura do të shkojnë në seancë plenare kuvendit të Republikës së Shqipërisë, i cili edhe në bazë kushtetutës dhe rregullore s'ka drejtën për të votuar mbi to. Opozita ka argumentuar se koha që mazhoranca ka marrë në shqyrtim kërkesën e tyre nuk ka nxjerrë në pas shkeljet e pretenduara, duke forcuar pretendimin për shkarkim. Nga ana tjetër, mazhoranca e konsideron kërkesën si të pabazuar dhe planifikon të përdorë shumicën e saj për të rrëzuar propozimin opozitar në seancën plenare. Konfirmon të gjithë pretendimet tona për sa i përket shkeljeve të konsumuara nga kryetari i kuvendit në seancat e datës 16 edhe 18 shtator, vetëm se theksi në vlerësimin juridik të këtyre shkeljeve që vihet nga zoti Gjiknuri, shkon në linjën që vërtet ka shkelje, por ato janë të një natyre procedurale dhe nuk janë të tilla sa të përbëjnë shkak për shkarkim ose të kenë cënuar rënd mbarvajtjen e seancave. Dy raporte do të votojnë gjatë seancës duke reflektuar ndasitë politike mes palëve. Ekspertët politik parashikojnë se rezultati do të jetë në favor Partisë Socialiste, duke ruajtur kryetarin e kuvendit në detyrë dhe duke shmangur ndryshimet në udhëheqjen e institucionit. Ish ministri i infrastrukturës në Kosovë, Libur Nalio, mori këtë të martë detyrën e drejtorit të autoritetit portual të Durrësit. Ai do të zëvendësoj Kreshnik Bajraktarin dhe do të udhëheqë projektin e portit të ri në Porto Romano, i cili parashikohet të jetë funksional deri në vitin 2029. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku dhe Aliu theksuan rëndësinë strategjike dhe ekonomike të portit për Shqipërinë dhe rajonin. Në një ceremoni të zhvilluar këtë të martë, Libur Naliu u prezantua zyrtarisht si drejtori i autoritetit portual të Durrësit nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Aliu merr detyrën duke zëvendësuar Kreshnik Bajraktarin, i cili do të marrë një rol tjetër brenda institucionit. Duke qenë se Kreshnik Bajraktari duhet marrë një detyrë të re, të cilën do ta bëjmë publike në ditët në vazhdim. Stafetën do t'ja lë një tjetër kolegu të mirë. Dhe ky është Libur Naliu. Libur Naliu, arkitekt në profesion, por me një karrierë të gjatë në politikë. Libur Naliu shprehu mirënjohje ndaj qeverisë dhe tha se do të punojë për realizimin e projektit brenda 3 viteve për portin e Madrave dhe lidhjen e tij me rrjetet rrugore dhe hekurullore të rajonit. Kosova ka nevojë të ketë lidhje të forta me portin e Durrësit në mënyrë që përmes saj të shpërndahen mallrat të gjithë rajonit. Kjo i krijon asaj mundësi të mira të zhvillimit ekonomik. E po ashtu, kjo mundësi e përhapjes së mallrave përmes edhe Prishtinës edhe Shkupit do bënte që porti i Durrësit të duhet të zgjerojë kapacitetet, që kjo sasi e mallrave që tani janë të shumë fishohet sepse do arrijë shumë lehtë edhe Varrën edhe gjithë rajonin, dhe kjo do të ndihmonte pastaj që të dyja vendet ajo ndërvarësi t'i bëj më të zhvilluar ekonomikisht dhe t'i bëj çka është më kryesore dhe më të sigurta. Balluku ushtoi se kryeministri Edi Rama mbështeti emërimin e Aliut, duke vlerësuar historikun e tij për të promovuar figurat nga Kosova në pozicione drejtuese në Shqipëri. Edi Rama ka punuar historikisht për Shqipërinë dhe për Kosovën me të njëjtin pasion dhe dëshirë për t'i parë shqiptarët në lartësinë që ata e meritojnë. Kryeministri ma ka aprovuar propozimin tim, duke madje e mbështetur pasi porti i Durrësit është porti i shqiptarëve dhe nuk është porti i Shqipërisë. Është porti që do t'i shërbejë shqiptarëve në të gjitha trevat e Ballkanit perëndimor. Sipas planifikimeve, porti i ri në Porto Romano do të jetë operativ deri në vitin 2029, duke rritur kapacitetet të transportit detar dhe duke forcuar zhvillimin ekonomik të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Ky projekt pritet të ndikojë në punësimin dhe krijimin e një zinxhiri ekonomik të gjerë në rajon. Gjykata e posaçme shtiu këtë të martë seancën për dosjen e Ilir Metës për shkak të mungesës së avokatit të Monika Kuremadhit. Spak paraqiti prova të reja, ndërsa gjyqtarja Irena Gjoka pezulloi afatet e paraburgimit të ish-presidentit. Avokati i Metës dhe Monika Kuremadhi akuzuan gjyqtaren dhe Spakun për shantazh dhe shtyrje të procesit. Seanca paraprake për dosjen e Ilir Metës, ku pritej të vendosej mbi kalimin e çështjes në gjykim, u shty për shkak të mungesës së avokatit të Monika Kuremadhit. Gjyqtarja Irena Gjoka pezulloi afatet e paraburgimit të ish-presidentit, ndërsa Spak paraqiti prova të reja, të cilat sipas prokurorisë së posaçme janë të rëndësishme për vijimin e hetimeve. Avokati i Metës akuzoi gjyqtaren për shantazh ndaj prokurorëve, duke pretenduar se ata po hetojnë për akuza të ngritura nga Sali Berisha.
Nuk na shqetëson letër porosia në vetvete si provë. Ne na shqetëson fakti që organi i procedurës ka përfunduar hetimet dhe vazhdon po kryen hetime sot që ne po diskutojmë çështje në seancën paraprake. Kjo është e tmerrshme dhe do marrim qëndrimin ton për sa i përket gjyqtares zonjës Irena Gjoka. Dhe ne me këtë gjyqtare është shumë e vështirë që ta përfundojmë këtë proces gjyqësor sepse kjo vazhdon akoma, unë prezent aty, ajo pezullon afatet. E kuptoni çfarë nivelesh po flasim apo jo? Pse mungon një avokati një të pandeuri tjetër. Edhe Monika Kuremadhi u shpreh se SPAK po zgjat hetimet me qëllim mbajtjen në burg të Ilir Metës dhe ushtrimin e presionit ndaj saj dhe familjarëve. Prokuroria vazhdon heton, thërret dëshmitar, merr letër porosi, pra do të thotë që hetimi për zotin Meta, Monika Kuremadhi, maman Dime Fatime Kuremadhi dhe të tjerë nuk pas ka mbaruar, por vazhdon. Është vetëm një qëllim për të mbajtur zotin Meta në burg, për të mbajtur Monika Kuremadhin dhe familjarët e saj nën presion. SPAK kishte mbyllur hetimet për dosjen e ish-presidentit në fund të muajit korrik. Në këtë dosje përfshihen 3 çështje: hetimi çesdia, lobimi i LSI-s në SBA dhe pastrimi i parave nga ish-shifti presidencial, ndërkohë data e re për vimin e seancës pritet të caktohet nga gjykata e posaçme. Pas Monika Kuremadhit, edhe Ilir Meta ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të SPAK-ut për ekzistencën e provave të reja në dosjen ndaj tij, duke cilësuar ato si mashtrime dhe manipulime politike. Ish-presidenti akuzoi prokuroren e posaçme se po veprojnë si kamikaz të Edi Ramës për të justifikuar sipas tij paraburgimin e paligjshëm. Nga ana tjetër, Kuremadhi ka kërkuar publikisht sqarime nga SPAK për pretendimet mbi pagesat e lobimit të LSI-s në SBA. Pas ish-kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kuremadhi dhe Ilir Meta e ka cilësuar si mashtrim pretendimin e SPAK-ut për provat e reja për procesin gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij. Në një reagim të ashpër, Meta akuzoi prokurorët e posaçëm se po ndjekin udhrat politik dhe se janë kthyer në garant të pandëshkueshmërisë së Edi Ramës. Kjo gënjeshtër e shpërndar nga SPAK dhe prokurorëve e provuar si shkelës të ligjit dhe kamikaz të krye kleptokratit Edi Rama është një mashtrim për të justifikuar paraburgimin tim të paligjshëm dhe kriminal, si dhe për të dhënë mandate të përjetshme kamikazëve që janë provuar si garant të pandëshkueshmërisë së Edi Ramës dhe armiq të betuar të opozitës dhe pluralizmit politik. Ai shtoi se asnjë letër porosi në asnjë provë tjetër nuk mund të vërtetojë shkeljen e tij të ligjeve shqiptare, amerikane apo ndërkombëtare. Ndërkohë Monika Kuremadhi i është drejtuar zyrtarisht SPAK-ut me disa pyetje në lidhje me pretendimet për prova të reja që lidhen me çështjen e lobimit të LSI-s në SBA. Ai kërkon të dinë nëse prokuroria disponon mandate apo dokumente që provojnë pagesa nga partia drejt kompanive lobuese në Washington. Sipas Kuremadhit, deri më tani organi i akuzës nuk ka sjellë asnjë provë konkrete që të mbështesë pretendimet e ngritura në media për lobimin në SBA gjatë kohës që ajo drejtonte LSI-n. Gjykata kushtetuese do të zhvillojë të premte një seancë publike për të dëgjuar Erion Veliaj në lidhje me kërkesat e tij për shfuqizimin e vendimit dhe shkarkimin nga detyra e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Veliaj kundërshton si të paligjshëm vendimin e Këshillit Bashkiak, atë të Këshillit të Ministrave dhe dekretin e Presidentit të Republikës Bajram Begaj, që shpalli zgjedhjet me 9 nëntor. Aktualisht dekreti presidencial është shpezulluar deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga Gjykata Kushtetuese. Të premten paradite, Gjykata Kushtetuese pritet të dëgjojë Erion Veliaj në seancën plenare që do të zhvillohet në lidhje me padinë e tij për shfuqizimin e vendimeve që e larguan nga posti i kryetarit Bashkisë së Tiranës. Në këtë seancë, gjykata do të shqyrtojë kërkesat për rrëzimin e 3 akteve zyrtare, vendimin e Këshillit Bashkiak, atij të Këshillit Ministrave, si dhe dekretin e Presidentit Bajram Begaj që shpalli zgjedhjet e pjesëme në 9 nëntor. Aktualisht dekreti i Presidentit është zhvilluar me vendim të Gjykatës Kushtetuese, i cili ka kërkuar pranim fizike të Veliajt në seancën publike. Për këtë arsye janë nga prokuroria e posaçme dhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve, të cilat do të garantojnë shoqërimin e tij në sallën e gjyqit. Në kërkesën e paraqitur, Veliaj pretendon se gjitha procedura e ndjekur ndaj tij është e pavlefshme dhe në kundërshtim me ligjin. Ai argumenton se mosparaqitja e tij në detyrë për më shumë se 3 muaj nuk ka qenë një zgjedhje e vullnetshme, por pasojë drejt për drejt e masës së sigurisë vendosur nga Gjykata e Posaçme. Gjykata Kushtetuese pritet të vendosë nëse do të pranojë argumentin e ish-Bashkiakut apo do të lërë në fuqi aktet që çuan në shkarkimin dhe në dekretimin e zgjedhjeve të reja në kryeqytet. Policia e Tiranës ka vënë sekuestër Spitalin Privat International Medicare me vlerë rreth 3 milion euro pas zbulimeve për evazion fiskal dhe përdorim të medikamenteve të dyshuara të kontrabanduara. Administratori Edmond Zaja është vendosur masa e arrestit, ndërsa bashkëpunëtorët Bilal Kara dhe Gerian Arapi janë shfaqur në kërkim.
Spitali privat International Medicare në Tiranë është vendosur nën sekuestro nga policia e kryeqytetit pas një hetimi disa mujor që ka zbuluar shkelje të rënda ligjore dhe ekonomike. Spitali me një vlerë rreth 3 milion euro rezulton të ketë kryer evazion fiskal mbi 1 milion euro përmes lëshimit të faturave të pafiskalizuara. Hetimi ka nxjerrë në paj gjithashtu përdorimin e medikamenteve të dyshuara dhe të kontrabanduara, të ndaluara nga autoritetet kompetente, si dhe punësim pa dokumentacion të rregullt të 5 punonjësve. Administratorit e Donzaja i është vendosur masa arrestit, ndërsa bashkaksionerët Bilal Kara dhe Gentian Arapi janë shpadhur në kërkim nga policia. Si prova materiale, organet e rendit sekuestruan 100 lloje me mandate të pafiskalizuara, 27 lloje medikamentesh të dyshuara dhe të skaduara, si dhe 6 njësi kompjuterike. Hetimi është kaluar në Prokurinë e Tiranës, i cili po vijon me një verifikim më të theduar për të përcaktuar nëse pasojat e këtyre veprimeve kanë ndikuar vetëm në aspektin ekonomik apo kanë rrezikuar edhe shëndetjen e pacientëve. Autoritetet nënvizojnë se ky rast shërben si paralajmërim për gjitha institucionet private shëndetësore për të respektuar ligjin, procedurat fiskale dhe standardet e sigurimit dhe medikamenteve dhe shërbimeve ndaj pacientëve. Hetimet vijojnë për të identifikuar të gjithë personat përgjigjës dhe për të sqaruar plotësisht pasojat e kryera nga aktiviteti i palishëm i këtij institucioni. Të nderuar televizionistë, do të njemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 29 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellë dhe vranësira të lehta kalimtare në disa zona veriore dhe juglindore. Në orët e paradites parashikohet mot i qetë, ndërsa gjatë pasdites intervale të gjata me diell në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond, ndërsa në bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 29 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 29 tetor do të jetë në orën 6:01, ndërsa perëndimi në orën 16:47 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 20 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë 19 deri në 22 gradë Celsius. Durrës 13 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj 12 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 21 gradë Celsius. Berat 10 deri në 22 gradë Celsius. Korç 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 21 gradë Celsius. Sarand 14 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 29 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta dhe të qëndrueshme me mot të kthjellë dhe vranësira të lehta kalimtare. Në orët e paradites pritet mjegull lokale në ulësira, ndërsa gjatë pasdites mot kryesisht me diell në shumë rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 29 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 29 tetor do të jetë në orën 5:58, ndërsa perëndimi në orën 16:40 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 5 deri në 14 gradë Celsius. Podujev 4 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj 5 deri në 14 gradë Celsius. Pej 6 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë
4 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 15 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 5 deri në 14 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik, 5 deri në 14 gradë Celsius. Suharek, 6 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 7 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion, bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.